Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shpatat, mbretëresha e kupave, mbreti i kupave, krye priftëresha. 5 shpatat tregon se mund të mbani ende brenda vetes një konflikt, një zhgënjim ose një situatë që ju ka lodhur mendërisht. Për disa nga ju, kjo kartë mund të flasë për nevojën për të lënë pas debatet që nuk çojnë askund. Më pas, shfaqen mbretëresha e kupave dhe mbreti i kupave. Një kombinim dhe një çift kartash që flet për ekuilibër emocional, flet për pjekuri dhe mundësinë për të kuptuar më mirë si veten, ashtu edhe të tjerët. Për disa nga ju, këto 2 karta mund të përfaqësojnë 2 persona të rëndësishëm ose një lidhje ku emocionet janë të ndërsjella, por që nuk shprehen gjithmonë hapur. Në fund, krye priftëresha ju thot të mos kërkoni çdo përgjigje jashtë vetes. Nënkuptohet gjithashtu ruajtja e qetësisë dhe vetë kontrolli. Ose mund të ketë emocione të pathëna për disa të tjerë, mund të jetë pritja e momentit të duhur, ose vëzhgimi përpara veprimit, pra të vëzhgoni dhe të kuptoni situatat përpara se të merrni një qëndrim. Krye priftëresha thot të mos nxitoni të zbuloni çdo mendim apo të reagoni ndaj çdo situate, sepse ka gjëra që zhvillohen më mirë në heshtje dhe ka përgjigje që vijnë vetëm kur i jepni kohë ngjarjeve të shpalosen natyrshëm. Kartat këshillojnë të mos ushqeni konflikte që ju shterojnë energjinë dhe mos u ndjeni të detyruar të reagoni ndaj çdo provokimi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 4 shkopin, 3 monedhat, faqa e shkopinjve, budallai. Kjo është një nga sferat më pozitive të javës për ju. Në familje, 4 shkopin sjell harmoni, festime, bashkim dhe ndjenjën e përkatësisë. Mund të ketë një arsye për të mbledhur me familjen ose për të festuar një arritje. 3 monedhat tregon bashkëpunim. Problemet zgjidhen më lehtë kur secili jep kontributin e vet, por mbi të gjitha, problemet zgjidhen më lehtë kur dëgjoni ose ndiheni të dëgjuar. Faqa e shkopinjve sjell lajme të mira, entuziazëm ose një ide të re që mund të ndikojë pozitivisht në familje. Në fund, budallai hap një cikël të ri. Për disa nga ju mund të tregoj një fillim të ri në familje, që mund të jetë një udhëtim, një ndryshim banese, ose thjesht një atmosferë më e lehtë dhe optimiste. Për disa të tjerë, kjo shtrirje kartash mund të lidhet edhe me një fëmijë të rritur, ose me një të ri në familje që hedh hapat e parë drejt punësimit, drejt ndonjë kursi ose drejt ndonjë zhvillimi personal, duke sjell shpresë dhe duke kontribuar gjithashtu gradualisht edhe në mirëqenien e vet ose të familjes. Kartat këshillojnë të hidhet hapi i besimit, sepse ndonjëherë një hap i vogël drejt së panjohurës mund të sjellë gëzim të madh. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi ylli, heremiti, perandoresha, 8 monedhat. Në dashuri, ylli sjell shpresë, sjell besim dhe shërim.
Nëse zemra juaj ka kaluar zhgënjime, kjo kartë tregon se po hyni në një fazë më të qetë. Heremiti flet për vetmi të zgjedhur. Heremiti flet për reflektim dhe për nevojën që secila palë të kuptojë çfarë dëshiron në të vërtetë. Perandoresha është një nga kartat më të bukura të dashurisë. Perandoresha simbolizon ngrohtësi, kujdes, bollëk emocional dhe potencial për një lidhje që rritet natyrshëm. Për disa nga ju, perandoresha mund të lidhet edhe me zgjerim të familjes. Kuptohet nëse kjo përputhet me rrethanat tuaja aktuale. 8 monedhat tregon se dashuria kërkon përkushtim. Marrëdhëniet ku investohet kohë, ku investohet durim, ku investohet respekt, kanë potencial të forcohen ndjeshëm. Pra, për disa nga ju, një periudhë distance ose reflektimi mund t'i shërbej marrëdhënies duke e bërë atë më të fortë. Sepse kartat tregojnë se dashuria nuk matet me gjeste të mëdha, por me përkushtimin e përditshëm. Për disa të tjerë, ndoshta një person që është treguar i rezervuar mund të jetë duke reflektuar seriozisht mbi ju përpara se të bëj hapin e radhës. Por për mua personalisht, intuita më thotë se gjatë kësaj jave, reflektimi mbi përvojat e së kaluarës mund t'ju çojë drejt zgjedhjes së një personi që ju vlerëson dhe që është i gatshëm ose e gatshme të ndërtojë një lidhje të qëndrueshme me ju. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, kjo është një javë për të ndërtuar dhe jo për të nxituar. Nëse ju jeni beqar ose beqare, një njohje mund të zhvillohet ngadalë, por kërkohet të ndërtohet mbi baza të shëndetshme. Kartat këshillojnë të mos nxitoni procesin e dashurisë, sepse lidhjet më të forta janë ato që ndërtohen me durim dhe me kujdes. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 shkopin, 6 kupat, kalorësi kupave, djalli. Në planin profesional, shfaqen mundësi shumë interesante, por unë do të thoja gjithashtu që ka edhe disa paralajmërime për ju. 3 shkopint tregon zgjerim, tregon horizonte të reja dhe mundësi për të parë përtej asaj që keni sot. 6 kupat mund të tregoj rikthimin e një bashkëpunimi të vjetër, ose rikthimin e një klienti, ose të një projekti, ose të një mundësie nga e kaluara. Kalorësi i kupave sjell oferta që mund t'i bëni ju ose mund t'ju bëhen ju. Kalorësi i kupave sjell gjithashtu ftesa ose propozime që mund të duken tërheqëse. Megjithatë, djalli ju kërkon të jeni të kujdesshëm ose të kujdesshme. Djalli mund të tregoj varësi nga puna, mund të tregoj tundimin për të pranuar një ofertë vetëm për përfitim të menjëhershëm, ose mund të tregoj një situatë ku ndiheni të lidhur nga frika apo nga interesi material. Unë do të thoja, përpara se të pranoni ndonjë propozim, do t'ju duhet të dalloni mes asaj që ju tërheq dhe asaj që është vërtet në interesin tuaj. Prandaj, sigurohuni që kushtet janë vërtet në favorin tuaj. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime vetëm mbi bazën e emocionit ose fitimit të shpejtë. Por shikoni të gjithë panoramën dhe sigurohuni që ajo që duket e mirë sot të jetë e mirë edhe nesër. Kalojmë në prizmë Oracle ku kemi mister.
Kjo kartë ju kujton se ajo që sot duket e paqartë, nesër mund të marrë kuptim. Unë do të thoja të besoni se disa zhvillime po piqen në heshtje për të mirën tuaj. Paç.